بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. Falenderojmë imamin dhe tani kam kënaqësinë dhe nderin të ftoj kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, Haxhi Bujar Sbahiu, për fjalën e tij përshëndetëse. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Me emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, paqja, mëshira, begatia e krijuesit të gjithësisë qofshin mbi Muhamedit alayhi salatu wassalam, mbi familjen e tij dhe mbi gjithë profetët përpara tij. Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi gjithë ne që jemi sot këtu dhe gjithë njerëzit anë e mban botës. Të nderuar besimtarë, vëllezër dhe motra, në këtë mëngjes të bekuar të Fitr Bajramit, zemrat tona janë të mbushura me falënderim dhe mirënjohje ndaj Allahut të Madhëruar, i cili na dha mundësinë të përjetojmë edhe një herë muajin e shenjtë të Ramazanit dhe të arrijmë të ditë gëzimi e bekimit. Pas ditëve të agjerimit, netëve të lutjes dhe përpjekjes për ta përmirësuar veten tonë, sot qëndrojmë para Zotit me shpresën se ai e ka pranuar agjerimin tonë, lutjet tona dhe çdo vepër të mirë që kemi bërë gjatë këtij muaji të begatë. Të nderuar vëllezër dhe motra, Allahu i madhruar në Kur'anin Fisnik na kujton qëllimin e këtij adhurimi kur thotë: O ju që besuat, ju është bërë obligim agjerimi ashtu siç u ishte bërë obligim atyre para jush, që të bëheni të devotshëm. Pra, Ramazani nuk ishte vetëm një ndalim nga ushqimi dhe pija, por një shkollë e madhe shpirtërore për zemrat tona. Ai ishte një udhtim drejt devotshmërisë, drejt pastrimit të shpirtit, drejt forcimit të lidhjes tonë me Krijuesin e gjithësisë. Gjatë këtij muaji ne u përpoqëm të kontrollojmë veten tonë, të ruajmë gjuhën nga fjala e keqe, zemrën nga urrëtia dhe veprat nga padrejtësia. I dërguari i Allahut Muhamedi alayhi salatu wassalam, paqja e Zotit qoftë mbi të, na ka mësuar se agjerimi nuk është vetëm largim nga ushqimi dhe pija, por edhe largim nga çdo fjalë e vepër që e largon njeriu nga Zoti. Ai na kujton se kush nuk largohet nga padrejtësia dhe nga fjala e keqe, Allahu nuk ka nevojë për urinë dhe etjen e tij. Të dashur vëllezër dhe motra, prandaj Ramazani ishte një kohë reflektimi, sakrifice dhe përulësie. Ai na mësoi se uria dhe etja nuk janë vetëm një provë fizike,
por një kujtesë e fortë për të ndjerë dhimbjen e atyre që jetojnë çdo ditë në vështirësi. Ramazani na mësoi se zemra e besimtarit bëhet më e fortë kur ndan me të tjerë, kur fal dhe kur shtrin dorën për të ndihmuar atë që ka nevojë. Fitr Bajrami është dita kur gëzimi takohet me mirënjohjen, është dita kur familjet bashkohen, kur miqt takohen dhe kur zemrat hapen për falje e mirësi. Por kjo festë nuk është vetëm një moment gëzimi, ajo është edhe një thirrje për përgjegjësi, sepse besimi i vërtet nuk matet vetëm me lutjet tona, por edhe me veprimet tona në shoqëri dhe në marrëdhënie me njerëzit. Islami na mëson se më i miri prej njerëzve është ai që bën dobi të tjerë, dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Khairun nas anfa'uhum lin-nas." Prandaj edhe sadaka e fitrit, që duhet dhënë para se me fal namazin e Bajramit, që kemi dhënë dhe është bërë obligim në këtë ditë, në mënyrë që askush të mos mbetet pa gëzimin e Bajramit. Kjo është një nga bukuritë më të mëdha të fesë sonë, kujdesi për tjetrin, solidariteti dhe përgjegjësia ndaj të dobtit. Të dashur vëllezër dhe motra, sot, ndërsa ne festojmë këtë ditë të bekuar, nuk mund të mos mendojmë për botën rreth nesh. Në shumë vende të globit, në lindjen e mesme, njerëzit e presin Bajramin në rrethana të vështira. Konflikti dhe konfliktet, luftrat dhe padrejtësitë vazhdojnë të marrin jetë njerëzish të pafajshëm. Ka familje që sot nuk e ndjejnë gëzimin e kësaj lutje, e kësaj dite, por dhimbjen e humbjes dhe pasigurinë e së nesërmes. Në këtë ditë të bekuar, lutjet tona shkojnë për të gjithë ata që vuajnë, për fëmijët që rriten mes frikës dhe zhurmës së luftës, për nënat që presin me ankth një lajm për bijtë e tyre dhe për popujt që kërkojnë paqe dhe drejtësi. Mesazhi i fesë islame është i qartë. Islami është fe e paqes, e mëshirës dhe e drejtësisë dhe e solidaritetit. Allahu në Kur'an e përshkruan të dërguarin e tij mëshirë për botët, për tërë botët. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dhe nuk ka diçka tjetër ndryshe përveç kësaj. Kjo do thotë se besimtari është thirrur të jetë burim paqeje, mëshire dhe drejtësie kudo dhe ku ndodhet. Bota sot ka nevojë për më shumë drejtësi, për më shumë mirëkuptim dhe për më shumë paqe dhe vëllazëri njerëzore. Dhe kjo paqe fillon nga zemra e njeriut, nga familja, nga komuniteti ku ne jetojmë. Ajo ndërtohet me respekt, me dialog dhe me kujdes për njëri tjetrin. Ne si shoqëri kemi përgjegjësinë të kultivojmë këto vlera shumë të rëndësishme të patjetërsueshme në gjitha kohërat dhe vendet. Shqipëria, jonë e dashur, ka qenë gjithmonë një vend ku besimet fetare kanë jetuar në harmoni dhe respekt të ndërsjellët. Kjo është një pasuri e madhe shpirtërore dhe kombëtare që duhet ta ruajmë dhe ta forcojmë gjithmonë dhe të jemi vigjilent për të. Le të jetë ky Bajram një moment reflektimi për secilin prej nesh, të jemi më të drejtë në familjet tona, më të ndershëm në punë, më të kujdesshëm ndaj të varfërve dhe më të gatshëm për të falur njëri tjetrin. Sepse një shoqëri ndërtohet mbi zemra të pastra dhe mbi njerëz që zgjedhin të bëjnë të mirën për kënaqësinë e Zotit dhe për të mbjellur paqen në këtë planet ku jetojmë si njerëz. Edhe një herë gëzuar Fitr Bajramin për shumë vjet, Zoti na pas pranuar Ramazanin, lutjet dhe çdo gjë që kemi bërë gjatë këtij muaji dhe duke u kujtuar me një hadith profetit Muhammed alayhis salatu wassalam i cili thotë: veprat më të dashura tek Zoti janë ato të cilat janë të vazhdueshme edhe pse janë të pakta. Faleminderit. Falenderojmë kryetarin për fjalët e tij dhe tani kam kënaqësinë të ftoj për ligjërat nën kryetarin e komunitetit musliman të Shqipërisë, zotin Lauren Luli, i cili do të na përcjellë mesazhin e kësaj feste të madhe.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Falenderimet I takojnë Allahu Gjelle Gjelaluhu, salavatet, selamet, përshëndetet qofshimi të dërguarin e tij, profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të nderuar, mbi shokët e tij besnik, dhe mbi të gjithë besimtarët e besimtarët të cilët e ndoqën dhe ndjekin rrugën e tij. Të nderuar besimtar, nuk ka ditë më të bukur se sa kjo, nuk ka ditë më me rëndësi për besimtarin I cili tashmë I pranishëm jo vetëm në këtë shesh I cili zbukurohet nga prania e gjithë secilit prej jush këtu, por kudo ku kremtohet, festohet dhe ku zemrat lumturohen për përfundimin, për mbylljen dhe arritjen me sukses në fund të një muaji, fundi I të cilit është mëshirë, fundi I të cilit është falje, fundi I të cilit është fitimi I kënaqësisë së Zotit, e cila është edhe synimi kryesor I jetës së besimtarit të këtë botë. Për këtë arsye, sot tashmë është më se me vend që të gëzohemi dhe të lumturohemi, që të vazhdojmë me lutje dhe duat tona dhe të shpresojmë tek falja dhe mëshira e Zotit, dhe të drejtohemi atij duke kërkuar dhe duke shpresuar e duke thënë në zemrat dhe mendjet tona, o Zot, tu përkushtova me adhurime, me punë dhe veprat që të cilat janë të pëlqyera nga Ty për 30 ditë me radhë, dhe tashmë janë përpara Teje si ai individi, personi I cili kërkon pikërisht përfundimin dhe shpalljen e gjykimit të Tij, si të ishte një person I cili kërkon vetëm mëshirë. Sot është I ditë gëzimi dhe lumturie për gjithë secili nga ne, sepse gjatë muajit të begatë të Ramazanit, gjithë secili prej nesh prezantoi, tregoi një qytetari të shkëlqyer, jo vetëm në aspektin shoqëror, por edhe në aspektin adhurimor, dhe gjithë secili prej jush ju përkushtua, ishte prezent dhe ishte pjesë e adhurimeve të cilat u zhvilluan jo vetëm në dyert e xhamive, jo vetëm në ambientet e shtëpive të Zotit, por ju u bët pjesë edhe e tryezave të iftarëve dhe syfyreve, edhe vendeve në të cilat Allahu Gjelle Gjelaluhu I konsideron si dy prej lumturive dhe gëzimeve të besimtarit në këtë botë. Të nderuar të pranishëm, ne jemi të vendosur se pavarësisht situatave, pavarësisht zërave të qier, jemi të vendosur për të përçuar në mënyrën më të qartë të mundshme mesazhin që Islami na e ka sjellë. Islami kërkon prej nesh një besimtar të devotshëm, me një raport të mrekullueshëm me të në aspektin adhurimor, por jo vetëm kaq, kërkon nga ne edhe një raport të mrekullueshëm me njerëzit që kemi rreth rrotull, duke shpalosur virtytet dhe moralet e larta, të cilat profeti alayhi salatu wassalam me aq shumë mundua që jo vetëm t'i kultivoi tek sahabët e tij nderuar në kohën ku ai jetoi, por t'i tregoi ato si një mesazh dhe një mësim dhe një pasqyrë në formën më të saktë për të përcjell, për të mbetësuar nga çdo besimtar deri në ditën e gjykimit. Për këtë arsye, është detyra jonë që sot në këtë ditë të begatë të kërkojmë nga Allahu Gjelle Gjelaluhu mëshirën dhe faljen e Tij, të kërkojmë prej Tij që të ketë pranuar agjërimin dhe adhurimet e tjera të bëra gjatë këtij muaji, dhe nga ana tjetër, ajo çfarë vetë profeti alayhi salatu wassalam na tregon dhe na thot, khairu a'malin adwamuha wa in qalla, puna më e hajrit ndonse e pak, por e vazhdueshme ajo që duhet të rrezatojë në shpirtrat dhe në zemrat tonë sot.
jo vetëm sot, por të jetë e jetësuar në zemrat tona dhe të vazhdoj edhe në muajt e tjerë. Sepse një Ramazan i suksesshëm, një Ramazan i pranuar tek Allahu xhelle xhelaluhu është ai i cili vazhdon të jetësohet, i cili vazhdon që të qëndrojë dhe të na mësojë edhe jashtë atij. Një Ramazan i cili e bën besimtarin të reflektojë vetëm brenda muajit të Ramazanit dhe më pas shkëputet, shtekton dhe largohet prej nesh, nuk është një Ramazan i suksesshëm. Prandaj sot le të zotohemi, le të japim fjalën vetes sonë që virtytet, të gjitha ato anët pozitive të cilat fituam në këtë muaj të begatë të Ramazanit, t'i bëjmë që të jenë jetike dhe të vazhdojnë të jetësohen dhe të vazhdojnë rrugtimin bashkë me ne në muajt e tjerë. Vetëm në këtë formë do të arrinim që të kishim kapur një Ramazan të suksesshëm. Të nderuar besimtare e besimtar të pranishëm, padyshim nuk duhet të harrojmë sot edhe mesazhe të tjera që Islami na përcjell. Raporti që kemi me ata të cilët ne i kishim sa më afër gjatë muajit të begatë të Ramazanit, me atë njerëzit shtresat në nevojë, të cilëve ju amundsuam që të kishin edhe ata një Ramazan të suksesshëm dhe një Ramazan të begatë, duke i bërë ata pjesë të tryezave të iftarit apo të sytyrit. Të mos harrojmë dhe të mos neglizhojmë këtë pjesë të shoqërisë edhe jashtë muajit të Ramazanit. Le të jetë këtë ditë Bajrami një mesazh i cili na bashkon zemrat tona, largon mërit dhe bëhemi vëllezër, bëhemi të dashur me njëri tjetrin, e vetëm ky do të ishte mesazhi që do të rezatonte në formën më të mirë gjatë këtyre ditëve. E lut Allahun xhelle xhelaluhu që të pranojë adhurimet tona në të këtij muaji të Ramazanit. E lut Allahun xhelle xhelaluhu që të dalim me gjunat falura dhe shpërblime të fituara tek Allahu xhelle xhelaluhu, dhe kur të ndahemi së bashku nga ky ambient dhe nga ky shesh, të dalim si ata njerëz të cilët mbi kokat e tyre sikur përshpërin mesazhi i Allahu xhelle xhelaluhu teksa thot: o rob të mi sakrifikuat gjatë një muajni, tashmë është shpërndauni, shkojnë në shtëpitë tuaja, festoni sepse ju kam falur, sepse ju kam mëshiruar dhe sot meritoni të gëzoni e të lufturoheni. Edhe një herë gëzuar këtë Bajram të begatë, Zoti pas pranuar çdo adhurim dhe çdo punë, çdo vepër të mirë që keni bërë gjatë këtij muaji.